Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis do të paraqesë sot në parlament programin afatgjatë të armatimeve, i cili synon të përcaktojë investimet strategjike të mbrojtjes për 12 vitet e ardhshme, ndërsa Bashkimi Evropian përgatitet për një iniciativë të pashembullt prej 800 miliardë eurosh në sektorin e mbrojtjes. Greqia ka planifikuar të investojë të paktën 28 miliardë euro në mbrojtje nga viti 2025 deri në vitin 2037. Kjo do të përkthehet në shpenzime mesatare prej 2 deri në 2.5 miliardë euro në vit. Pas prezantimit, ministri i mbrojtjes Nikos Dendias pritet të japë më shumë detaje mbi këtë program. Sipas burimeve qeveritare, bëhet me dije se prezantimi i 18 marsit do të përfshi nevojat dhe prioritetet e prokurimeve ushtarake, por nuk do të specifikojë sistemet veçanta apo procedurat e blerjeve, përveç atyre që tashmë janë kontraktuar. Që nga viti 2020, Greqia ka nënshkruar kontrata mbrojtëse me vlerë rreth 15 miliardë euro, duke përfshirë blerjen e avionëve luftarak Rafaele dhe modernizimin e flotës detare dhe toksore. Një nga prioritetet kryesor të programit të ri është iniciativa Mburoja e Akilit, e cila ka për qëllim modernizimin e mbrojtjes ajrore dhe përmirësimin e ndërlidhjes së sistemeve mbrojtëse. Ky projekt do të forcojë aftësinë mbrojtëse të vendit, duke përfituar nga teknologjitë më të fundit dhe duke përmirësuar koordinimin mes forcave të armatosura greke.